diskutu të me thonë tash pozicionin e PDK-s. Në këto zgjedhje që janë përsëritje në farë mënyrë zgjedhje, po megjithatë partitë politike duhet me dalë me një ofertë. Cilat kishte me thënë ju që është risia që e sjell Partia Demokratike tash në këto zgjedhje, jo vetëm programatike, po në përgjithësi. Pra cili është çka sipas jush te Partia Demokratike sot, i shkondesh me u pas si element i nxitjes së entuziazmit votuesve. Sepse nuk mund të jetë një përsëritje e dhjetorit, sepse ajo pastaj ka limitet e veta. Çka mundet me pru për 4 muaj, visa? Jo, mund me pru. Për çka? Duhesh me pru diçka. Mund me pru. Çfarë limajnë se prunet? Mund me pru. Kanë se pru? Limajnë. Ti po thu. Jo, Ti po thu. Listën gjema nëse e shini ju, shikus të ndërum, Po jo, bra. atër s'po thëmë veçune. Nuk është të thone... Nuk o listë. Jo, nuk është të thone që dikush me qenë pjesë e listës edhe me dho kontributin edhe angazhimin për një subjekt politik dhe në një proces politik. Ka mrena listës janë 110 kandidat. Ka plot personalitete. Po asë një me mbijamrin Limaj. Urna? Asë një me mbijamrin Limaj e me emrin Fatmirë. Me mbijamra tjerë, cilë nuk janë pjesë e listës. Një prej tyre është Zoti Krasniqi, Mevli Krasniqi, ish kryetari Partisë Demokratike të Kosovës. Po ajo është shefi shtati. Për 4 vite, i cili nuk është pjesë e listës. Ish shefi i grupit parlamentar, Zoti Tahiri, nuk është pjesë e listës. Shumë antarë të kryesisë Partisë Demokratike dhe nën kryetarët Partisë Demokratike nuk janë pjesë e listës, po ata dhojnë angazhimin e vetë dhe kontributin e vetë për Partinë Demokratike të Kosovës që ne të arrijmë rezultat sa më të mirë dhe ta maksimalizojmë votën për Partinë Demokratike të Kosovës. Kështu besoj që do të jetë edhe me zotin Limaj. Zotri Hamza, as Memli Krasniqi, as Abelar Tahiri, nuk ju kanë qu letër për mjushtin lista, po? Shiko, nuk ka... Limaj ju ka qu letër për të punë. Për hir të korrektësisë, zoti Limaj nuk ka kërku që ajtjet pjesë e listës.